Pika e dytë është shqyrtimi i projekt vendimit për saktimin e sekretarit të komisionit. Sipas rregullores të Kuvendit, duhet që komisioni të ketë një sekretar i cili ka një seri detyrash operacionale në mënyrën se si funksionon komisioni, që kanë bëjnë me mbledhjen e ditës për verbalet. Propozimi i Partisë Socialiste është që rolin e sekretarit të komisionit ta marrë deputeti Ermal Pacaj, i cili është një deputet që ka dhe një eksperiencë në pushtetin vendor, të shka dhe e lidh me këtë dhe nevojën e kësaj reforme. Kështu që kjo është në fakt pika e dytë e rendit ditës për cilin duhet të marrë një vendim. Nuk di se ka një koment. Faleminderit, nderuar deputet, ju përshëndes dhe ju siguroj që dhe ne kemi të njëjtën qasje për rëndësinë e madhe që ka Komisioni i Reformës Territoriale. Por të mos bëjmë rolin atij që mbyll syt edhe veshët njëkohësisht. Marrëdhëniet në parlament midis maggjorancës dhe opozitës nuk janë në normalitet, janë marrëdhënie të tensionuara për shkak të mënyrës së sjelljes së maggjorancës që ka tentuar përgjatë gjithë kësaj kohe kufizimin e jetës parlamentare të opozitës dhe drejtave të saj. Prej kohësh ky parlament nuk kalon në miratim asnjë komision hetimor. Prej kohësh nuk ka asnjë mocion me debat, shmangen interpelancat apo seancat dëgjimore me antarët të Këshillit Ministrave dhe për pjesën tonë, duke ditur këtë rëndësi që e parathash, nuk ka qenë asnjëherë e lehtë që ne të vazhdojmë të jemi në një komision të posaçëm, sepse qartazi ne vim nga një qëndrim të përcaktuar tashmë, jo vetëm në betejat që bëjmë parlament, por edhe në betejat që bëjmë jashtë parlamentit. Vim nga një protest e disat, e cila nuk është thjesht protestë politike, është protestë qytetare dhe ndërmjet tjerave ka të bëjë me mënyrën se si sillet parlamenti ndaj ligjit dhe detyrimeve që ka ndaj qytetarëve dhe pse jo ndaj drejtësisë dhe vetë shtetit. Pasi është ky parlament që ka bllokuar Këshillin e mandateve dhe imuniteteve, i cili mos harrojmë është dhe ai në paritet plot, megjithëse antarët e Partisë Demokratike në atë këshill kanë kërkuar mbledhjen e tij për të autorizuar Kuvendin që të përcaktoj çështjen e imunitetit të zëvendës kryeministres. Dhe vim nga një protestë ku njerëzit tanë që vinë, shprehin revoltin e tyre, arrestohen, dhunohen, përplasen me forcat e rendit, madje forcat e rendit nuk kursejnë as imunitetet në thonjza, se s'është në imunitet i madh kjo e deputetit, dhe shfaqen me një egërsi të paprecedent. Ndërkohë që mbrojtja nga krahu tjetër ndërfutet apo ndërkallet në procedura ligjore, në tentativa për të ndryshuar ligjin, kur gjërat janë të thjeshta dhe të qarta. Ky parlament nuk duhet jetë në një oazë sikur ky funksionon dhe në pjesën më të madhe të tij ai nuk funksionon. Sepse ne jemi deputet të njëjtës hapësirë, jo të hapësirave autonome. E them këtë për të paralajmëruar dhe atë pjesë që ne nuk do të dëshironim të ndodhte në këtë komision. Nëse jemi ulur këtu, jemi ulur me bindjen që ne i shërbejmë qytetarit dhe i shërbejmë Shqipërisë. Sepse ka të bëjë një problem shumë ndjeshëm me qeverisjen, me territorin, me zhvillimin ekonomik, me shërbimet që duhet të ofrohen, por ne duhet jemi të bindur që nuk ka një paravendosje, një paracaktim të produktit të këtij komisioni. Dhe ne këtu bëjmë xhiron e botës apo të Shqipërisë, sa për spektakël, meqense jemi dhe këtu në paritet, dhe në fund fare, nga mënga, ju na nxirrni variantin për cilin gabimisht ose fatkeqësisht keni pas prononcime të niveleve të ndryshme, për numrin e bashkive, për
ndarjen e territorit apo për krijimin e institucioneve të tjera. Dhe ne do donim dhe në fakt duke ju përmbajtur dhe logjikës dhe politike, por dhe parlamentare, që komisioni që është ngritur me konsensus, që ka paritet, duhet ketë patjetër një produkt në vetin. Çka do të thotë që po ne do punojmë me ekspertët, do punojmë për atë qëllim të rëndësishëm, por në fund fare ne duhet dalim me një produkt të dakordsuar në bazë edhe të paritetit që kemi vendosur. Nëse rruga jonë kalon pjesërisht nëpërmjet konsensusit, ne votojmë raportet caktuara, sepse është domosdoshmëri që të eci përpara komisionit, apo vendimet caktuara që kërkojnë konsensus dhe në fund fare del me variant të personalizuar politik, atëherë ç'u kuptim ka komisioni? Për këtë duhet bim parimisht dakord. Kjo është baza e nisjes së këtij komisioni. Po ne duhet kemi një produkt të përbashkët. Nëse ecim me idenë që çfarëdo që themi ne nuk konsiderohet, nuk merret si pjesë e vendimarrjes, si pjesë e propozimeve që faktohen në raportin final apo në daljen finale, atëherë ne jemi në një rrugtim krejtësisht hipokrit dhe formal. A kemi siguri ne për këtë? Jo, nuk kemi siguri. Nuk kemi siguri sepse unë e parashtrova mënyrën e sjelljes maxhorancës. Në shumë momente pikante, në shumë momente votuese, në shumë momente të kërkesave që ajo ka drejtuar dhe drejton dhe që bëhet vesh i shurdhër dhe syri bëhet qorr, që ju referova dhe Këshillit të Mandateve. Prandaj, nderuar deputet, antar këtij komisioni, unë mendoj që para se të nisim këtë pjesën e këtij rrugtimi shumë të rëndësishëm, të mirë kuptuar nga gjithë shqiptarët, kërkuar dhe prej atyre, ne duhet vendosim standardin parlamentar dhe politik të një komisioni që është në paritet. Ne duhet kemi një produkt konsensual, të dakordsuar nga të dyja palët. Në qoftë se nuk ka produkt, se dalim dhe ke pjesa tjetër, atëherë është mungesë e gatishmërisë suaj, por edhe e tonës për të pranuar variantet, por varianti të jetë i fuzionuar, jo një variant totalisht me ngjyrën tuaj, partisë tuaj, apo një variant me ngjyrën blu të Partisë Demokratike. Kjo është kërkesa ime, thelbësore, kryesore, dhe që në fakt ndërton bazat e një pune që kërkon të ecë në atë sukses që sot është i domosdoshëm, që ka ardhur për shkak dështimit të reformës 2015, për ato pasojë që ka sjellë në qeverisje, në shërbimet ndaj qytetarit, në kompetenca, në autonominë e pushtetit lokal apo pasojat e tjera. Hajde të vendosim këtë bazë politike të rëndësishme dhe të vazhdojmë punën e pritur nga ky komision. Faleminderit.